Një thënie e vjetër thotë se nëse dëshiron të njohësh kulturën dhe traditën e një populli, mjafton të vizitosh varrezat e tyre. E pikërisht kjo thënie gjen kuptimin më të plotë në fshatin Çajl, ku kujdesi ndaj vendprerjes së më të dashurëve është ndëruar në simbol të respektit, unitetit dhe humanizmit. Fal përkushtimit të bamirësve Sinan Elezi dhe Nexhati Jakupi, si dhe mbështetjes së vazhdueshme financiare nga Fondacioni për Zhvillimin e Çajlës në Zvicër dhe mërgjimtarëve Çajlës anë Mbambotës, varrezat e fshatit kanë marrë një pamje krejtësisht të re dhe dinjitoze. Hapësira tashmë është e rrethuar me mure, e pajisur me ndriçim publik, shtigje të rregulluara me pllaka bekatoni, gjelbrim, lule dhe ambiente të pastruara nga ferat dhe barishtet, duke u zhndëruar në një park të mirëmbajtur që reflekton kulturë dhe respekt ndaj të kaluarës. Në fjalën e tij, bamirësi Sinan Elezi shprehu mirënjohje të thellë për të gjithë kontribuesit dhe anëtarët e fondacionit, duke theksuar se çdo investim është bërë me dashuri për vendlinjen. Sipas tij, Fondacioni Çajlës nuk është angazhuar vetëm në projekte infrastrukturore, por gjithmonë ka qenë pranë familjeve në nevojë, jetimëve dhe shtresave sociale që kanë pasur nevojë për ndihmë, jo vetëm në Çajl, por edhe më gjerë në rajonin e Gostivarit. Ai falënderoi të gjithë gurbeqarët që, siç u shpreh, kanë dalë nga kafshata e Bukës për vendlinjen, duke uruar që Zoti t'u dhurojë shëndet, mirësi dhe begati familjare. Elezi potencoi se puna e realizuar flet vetë dhe se Çajla vazhdon të mbetet shembull i organizimit dhe solidaritetit. Këtë projekt edhe këtë punë që e kam bu Fondacioni Zvicrës i Çajlës, po vu falenderoj gjithëve antarëve të Fondacionit Zvicrës, gurbeqarëve Çajlës, kado që janë, që kanë dhënë një kontribut shumë të madh që e kanë qitë Çajlën në sipërfaqe dhe e kanë bu shembull të marrin në rajonet tjerë shembull ke Çajla. Fondacioni Çajlës nuk është sa që ndihmon për projekte, po është në ndihmë sociale për nevojtarët e Çajlës që ka nevojë kur një herë kanë lënë sofrat bosh, gjithmonë kanë qenë afër jetimave, nevojtarëve, nuk sa Çajlës, por gjithë rajonit Gostivarit ku ka pas nevojë bamirësit e Çajlës, donatorët e Çajlës, antarët e fondacionit gjithmonë kanë qenë afër. Unë personalisht, në emrin tim, në emrin e banorëve Çajlës, vu falenderoj për kontributin që e kanë dhënë, që e kanë dhënë për kafshatin e Bukës, që e kanë dhënë për vendlinjen e vetë, inshallah Zoti vu dha shëndet, lumturi familjar. Gjithmonë Çajla ka qenë shembull dhe gjithmonë do të jetë shembull. Ki kontributi madh e shef që e pa në vetë, nuk duhet të thomu se ka bu, po unë e tregon vetë. Këtë punë e kanë bërë gjithë antarët dhe Fondacioni Zvicrës, po Zoti vu dhasht shumë të mira dhe gjithmonë janë akte. Dhe i falenderoj gjithë. Edhe Nexhati Jakupi vlerësoi rolin e madh të fondacionit dhe të rinisë së fshatit, duke theksuar se rezultatet janë të dukshme. Ai kujtoi historinë dhe kontributin ndër vitet të Çajlasve për ruajtjen dhe zhvillimin e vendit të tyre, ndërsa shtoi se fondacioni vazhdon të mbahet gjallë fal mërgjimtarëve nga Zvicra, Gjermania, Austria, Italia dhe vendet e tjera, të cilët kontribuojnë pa kursim për vendlinjen. Sipas Jakupit, humanizmi dhe bamirësia janë virtyte që burojnë nga zemra dhe dëshmojnë për shpirtin fisnik të njerëzve që punojnë për të mirën e komunitetit. Fantazia nuk ka, puna e tregon vetë. Ja, e shifni vetë. Mund të shifni këtë malin këtone. Çajla ka qenun, gjithmonë ka qenun për fshat, për krejt. Ki mali, prej në majtë të Avramulles, e deri në Korita, kjo nëllë dhe është e Çajlës me pare e ka bletun. Fondacionin 45, kur kanë hej partizant, Çajla e ka bjetë këtë vend. Shkozën jo, abo nëllët, bjeshkët i ka bjetur. Edhe tash, shqyqa këta, vareza, kretë prej fondacionit janë. Kena rinis shnosh, që nuk e kursen për fondacionin, pagujnë edhe e mirëmajnë këtë gjahë këtone. Mëse zgjasi shumë, me fjalë, shkurtimisht, i pahet, i inqizove, makinat, gjahët, kretë pre fondacionit, Zvicrës, Gjermanisë, të Austrisë, të Italisë, kudo që jonë antarë këti fondacioni, në krije me Ilmi Sinanin, Basri Elezi, këto e në antarët tjerë që ka jonë kretë këto një meti, për t'jonun bamirës,
për qënë politikan, për qënë parlamentar, lindin të esë, nuk mundet dikush të thotë unë dhe bëj. Duhet të jesh i lindet për këtë gjë. Punët në këtë kompleks nuk pritet të ndalen me kaq. Për të ardhmen planifikohen ndërtimi një pushimore dhe objekti funeral, që do të pajiset me të gjitha mjetet e nevojshme për ceremonitë mortore, ndërsa si nevojë kohës është parapar edhe ndërtimi një morgu modern. Gjithashtu, hapësira përreth varrezave do zhndërrohet në parking të posaçëm, ndërsa për nevojat e fshatit fondacioni ka siguruar edhe një furgon, një eskavator si dhe një kamion për pastrimin dhe larjen e rrugëve. Ky investim dhe ky organizim mbetet dëshmi e qartë se dashuria për vendlinjen nuk shuhet asnjëherë dhe se Çajla vazhdon të jetë shembull i solidaritetit, humanizmit dhe përkushtimit ndaj komunitetit.